Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Kur u martova në moshë kaq të re, 24 vjeç, të gjithë miqtë e mi më thoshin se po ngutesha. Por unë e doja shumë gruan time dhe isha i bindur për zgjedhjen që kisha bërë. Tani jam 25 vjeç dhe shpejt jeta ime ka hyrë në një ritëm shumë të rregullt. Kemi një rreth të gjerë familjar dhe jemi gjithmonë të pranishëm në gëzimet apo organizimet e të dyja familjeve. Nga ana e gruas sime, njeriu më i afërt dhe me të cilën kemi më shumë kontakt është tezja e saj. Tezja është rreth të 50-ave, por e them me plot bindje që askush nuk do ja jepte as 40 vjet. Është një grua jashtëzakonisht e mbajtur, shumë moderne në veshje dhe me një energji që rrallë gjen edhe tek këto vajzat e sotme. Ajo ka një natyrë shumë të hapur, flet drejt për drejt, pa komplekse dhe i pëlqen të bëj shaka në çdo situatë. Burri i saj udhëton shpesh jashtë shtetit për çështje biznesi, kështu që ajo kalon shumë kohë vetëm ose në shoqërinë e njerëzve të afërt. Unë e kisha takuar shpesh në përdreka familjare, e gjithmonë me trajtonte me shumë dashamirësi. Megjithatë, asnjëherë nuk e kisha menduar se raporti jon do të merrte një rrugë tjetër. Kjo gjë filloi kur ajo vendosi të rregullonte shtëpinë e saj të pushimit që ndodhet pak larg qytetit. Kishte nevojë për ndihmë me disa lyerje e lëvizje mobiljesh të shtëpisë. E duke qenë se unë kisha makinë të madhe e jam djalë i ri që nuk e kam problem punën fizike e as lodhjen, ajo i kërkoi gruas sime nëse mund të shkoja ta ndihmoja për një fundjavë. Gruaja ime pranoi me dëshirë, duke ditur sa shumë e donte tezën. Të shtunën e mëngjes, unë nisa drejt shtëpisë së saj të pushimit, e ajo me priti tek dera me një buzëqeshje që i arrinte deri tek veshi. Ishte shumë e lumtur që po më shihte, e unë asgjë nuk dija. Ajo ishte veshur me ca rroba sportive që i rrinin shumë mirë pas trupit. E dija që mbesa ime ka gjetur djalin me punëtor të qytetit, me tha ajo, sapo unë dola nga makina. Mirë se më erdhe, tha, sot do të lodhesh pak me mua. Edhe unë i fola me buzëqeshje, e filluam me njëherë nga puna. Gjatë gjithë ditës, po lëviznim gjëra, po lyenim muret dhe po rregullonim dhomat. Ajo ishte gjithë kohës aty rrotull meje. Çdo herë që kalonte pranë meje, gjente një mënyrë për të bërë ndonjë koment ngacmues. Djemt e rinj sot ankohen shumë shpejt, sapo mbajnë dy pako, me tha ajo në një moment, e teksa po lëvizja një komodin të rënd. Por ti qenë ke ndryshe, tha, qenë ke i fort, me të vërtet, qenë ka me fat mbesa ime, që ka një burr të fuqishëm në shtëpi. Unë i merrja si fjalë të thjeshta, e i ktheja përgjigje me plot respekt. Por sa më shumë kalonin orët, aq më shumë bisedat e saj po bëheshin e me të drejt për drejta. E rreth pasdites, kur pothuajse kishim mbaruar pjesën më të madhe të punëve, unë ula në një karrige në sallon
për të pushuar pak. Ajo erdhi dhe u mbështet pas murit përballë meje. Sikur të isha pak më e re, me tha ajo, betohem që nuk do ta lija mbesën time të merrte kaq lehtë. E në atë moment, ndjeva një farë sikleti, por nuk më nda mohoj që ato fjalë me pëlqyen. Kisha përballë një grua, rreth 50 vjeçe, që dukej shumë e bukur, e që po më provokonte, shumë hapur, pas një turp. Do të kisha marrë për vete, me tha ajo dhe qeshi. Po me bën të ndihem ngosht, i thashun. Leri këto fjalë tani, ma ktheu ajo. E di shumë mirë që ju djemve të rinj ju pëlqen kur ju vlerëson një grua me përvojë si on, e mos bëj sikur nuk ta ka qefi të t'i them këto fjalë, më tha ajo. Pasi përfundova punën që kisha bërë në shtëpinë e saj, ajo më tha se do të bënte një dush të shpejt për t'u pastruar nga pluhuri i punës, e pastaj do të uleshim të pinim diçka përpara se unë të kthehesha në shtëpi. Unë rria aty, duke pritur në salonin që sapo kisha lyer. E pas pak minutash, ajo doli nga dhoma e saj. Kishte veshur një fustan të shkurtër deri mbi gjuhë dhe kishte lënë flokët e lëshuara. Erdhi dhe ashtu me flokë të lagura, me erdhi shumë pranë meje në divan. Ajo kishte marrë me vete disa albume të vjetra fotografish që i kishim gjetur me heret në Papafingo. I vendosim mbi tavolinën e vogël përpara nesh, e filloi t'i hapte me radhë. Eja këtu me afër, me tha ajo. Derisa unë s'lëviza, por ajo erdhi edhe më pranë meje dhe ndjeja flokët e saj të lagura që preken supin tim. Shiko sa ndryshe ishte gjithçka atëherë, më tha ajo. Edhe unë tani lëviza pak, e ju ofrova edhe aq pak sa nuk mund t'i ofrohesha më. E shpatullat tona po prekeshin, e ndërsa ajo kthente fletët e albumit. Unë e dija që isha aty thjesht për të ndihmuar, e dija shumë mirë që ajo ishte tezja gruas ime, por prania saj aty, pranë meje, po më tërhiqte jashtëmase. Flirtet e saja gjatë gjithë ditës e kishin ngritur situatën në një pikë që unë thjesht po prisja çfarë do të bënte ajo me tej. Më shiko këtu, më tha ajo, dërsa me tregonte një fotografi. Kam qenë rreth moshës sënde. Por ajo fotografi ishte një foto ku ajo kishte qenë në një plazh gjatë verës. He tha, çfarë mendon? A do t'i isha afruar të flisje me mua, po të më shihje kështu atëherë? Më tha ajo. Besoj se do të kisha pasur pak frikë t'i afrohesha një vajzë kaq të bukur e me një trup kaq perfekt, i thashon. Ajo buzëqeshi, e lëshoi albumin e fotografive mbi tavolinë, pa i dhënë rëndësi, e u kthye plotësisht nga unë, e fytyra e saj ishte shumë pranë fytyrës sime. Pse duhet të kesh frikë? Nuk jam aq e rrezikshme sa mendon. Thjesht e di se çfarë dua, dhe atë që dua, kam dëshirë ta marr, më tha ajo. E tani pa pritur asnjë përgjigje nga unë, ajo ngriti dorën e djathtë dhe kapi fort jakën e këmishës sime, e tërhoqi drejt vetes, e filloi të më puthte direkt në buzë. Ishte një puthje shumë e nxehtë, ishte një puthje e thellë, që edhe mua po më shijonte shumë. E fillova duke mos bërë asnjë rezistencë, e duke pranuar plotësisht atë moment, fillova duke e puthur edhe unë atë.
Po putheshim në atë divan, derisa ajo i shkeputi buzët e saj nga të mijat, unë ngrit në këmbë, me kapi dorën dhe më tha, eja pas meje. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.